unë besoj shumë që nuk do të sfidohemi përsëri, që pas 30 ditësh kemi nevojë për zgjidhje kreative, por shumë po besoj që pas takimit të nesërm me kryeministrin Kurti, liderët edhe të opozitës do të arrijnë një dakordim. Çfarë tjetër ka konfirmuar gjykata dje, është shumë e qartë. I kam lexuar të 47 faqet e vendimit dje dhe pas deklaratës së ish ministrit të drejtësisë, i cili thotë që gjykata kushtetuese flet për devijim në atë akt vendim, e kam lexuar përsëri të 47 faqet sepse nuk dojsha me e besu që ish ministri i drejtësisë kaq hapur dhe paturpshëm është i gatshëm me gënjy publikun. Është një përpjekje, është një tentativë me kriju një gjyrulldi në publik, një çoroditje të qytetarit, që qytetari para këtij aktgjykimit të gjykatës kushtetuese të mos di çka është e drejtë dhe çka është e padrejtë. Prandaj, 30 ditë ka kohë për konstituimin e kuvendit, sipas këtij aktvendimi. Votimi i fshehtë nuk është obligues, siç është për shembull në rastin e zgjedhjes së presidentit, por as nuk është i ndaluar që i bie që duhet përdorur edhe ai si mund të përdoret edhe ai si mënyrë për zgjedhje, edhe që deputeti vjen për të votuar dhe jo për të bllokuar edhe jo për të mos votuar. Kaq është interpretimi i thjeshtë i asaj çka ka ndodhur dje. Urdhëron. Sjellja e opozitës mbas atij vendimi të djeshëm mua ma çon mallin e një lojtari të keq të shahut, i cili në momentin që e sheh që e ka humb lojën, i rrëzon figurat e shahut. Vetë ka dërguar kërkesën në gjykatë kushtetuese, vetë nuk po e pranojnë vendimin e gjykatës kushtetuese, vetë e kanë refuzuar dhe tashti arsyetohen me rregullore çrregullore. Asnjë pikë e rendit të ditës nuk është ndryshuar.